Horoskopi për ditën e martë, 17 mars 2026. Dashi, sot është dita që të ulesh në bisht dhe të mos bësh si trimi i madh. Hëna po të thotë stop, je në prag të hënës së re dhe syt po të shohin ëndra, por këmbët po të shkelin në dërras të kalbur. Mos guxo të japësh premtime dhe të firmosësh letra sot, se nuk po e sheh gropën që ke përpara. Mbyllë gojen më mirë dhe rregullo punët që të kanë mbetur hapur prej kohësh. Ndihmo ndonjë të varfër, ose përpiqu të përmirësosh mendimet që ke në kokë, ashtu siç rregullon rrobat në dollap. Edhe pse do të vloj gjaku për të ecur përpara, sot do të duhet të rrotullohesh në vend si rrota e qerrës në baltë. Qetësohu se e ardhmja do të falenderojë nëse nuk bën budalliqe sot. Pra, bëj kujdes për ditën e sotme dhe merre shtruar. Demi, sot yjet po të thonë që nuk mund të ndërtosh katin e dytë pa pastruar mirë bodrumin. Ke punë të lëna për gjysmë që po të hanë shpirtin, ndaj është mirë t'i mbyllësh sot. Do të lindin ide të mëdha duke folur me miqt dhe shokët, por bëj kujdes. Mund të nisesh me vrap, por mund të mbarojë benzina rrugës, se sot ty të mungon disiplina. Mos u nxito të nisësh shtëpi të re apo biznes të madh pa i matur mirë detajet me metër në dorë. Nëse ke duruar njerëz që të kanë ngrënë hakun, sot është dita të marrësh vendim, por prit nesër që të thuash fjalën e fundit. Hëna e re do të jap krah, por sot mblidh forcat se suksesi po të pret tek pragu. Binjakët. Binjakët janë mjeshtrat të fjalës, por mbajini veshët hapur sot se po të vinë lajme që do t'ju ndezin trurin si drita e makinës. Në punë do të jeni si zjarr, por pas mesnate ruhuni nga vetbesimi i tepërt, se mund të rrëzoheni. Mos u bëni merak nëse gjërat ju duken pak bajate sot. Është thjesht një lodhje e shpirtit përpara ndryshimit të madh. Mos merrni vendime me gjaknxehtësi. Sot gjërat mund t'ju duken më shumë bardhë ose më shumë zi. Megjithatë, merreni shtruar, lërni imagjinatën të fluturojë, por pritni rrymat e reja që do të sjellë hëna e nesërme. Sot është ditë për të ëmbërruar dhe jo për të firmosur. Ruaj energjinë se do të duhet për të bërë namin shumë shpejt. Gaforja. Të dashur gafore, mendja jote mund të fluturojë si dallëndyshe, mund të vinë ide që nuk i ke parë as në ëndër. Do të kesh një moment eureka që do të ndryshojë jetën. Por kujdes me fjalët, mos fol më shumë se ç'duhet, se ndoshta mund të pendohesh. Edhe po e more atë që do sot, po nuk u lidhe me nevojat e tua të vërteta, do të duket bosh. Vetëpërmbajtja është një çelës suksesi. Mos u egzalto kot dhe mos u hisi i madh, por ulo dhe shijo ndjenjat e bukura që po të lindin në zemër. Qielli po të përgatit një dhuratë të madhe, ndaj sot thjesht bëhu mirënjohës dhe uli pak tonet. Qetësia është fuqi, mos e harro. Luani, sot do të hysh në thellësi të gjërave si një detektiv i vërtetë. Parat apo planet të mëdha nuk janë të gjitha gati për ju. Megjithatë, bëj kujdes në masdite. Mund të bësh disa hapa të gabuar nga nxitimi. Mos u nis ti bësh gjërat shkeleshko, se ndoshta mund të pendohesh. Nëse nuk ke një plan të shkruar në letër, më mirë rri e shih ndonjë film. Sot nuk është dita për të nisur luftra të reja, por për të hedhur mbeturinat e së shkuarës. Nëse ke shumë gjëra në përduar, do mbetesh pa asgjë në fund, ndaj reflekto, shih se çfarë po kërkon zemra jote dhe bëhu gati. Ndoshta nesër mund të nisë një epokë e re për ty. Virgjëresha. Ato punët e lëna pezull po të gërryen pak shpirtin sot, apo jo?
Mos u bëj merak, bisedat me njerëzit e duhur do të mund të ndryqojnë rrugën si dielli pas shiut. Dikush që mendon si ti mund të jap një dorë të madhe, ndaj dëgjo me vëmendje. Por kujdes, se sot ke një tendencë t'i shohësh gjërat më të mëdha se ç'janë. Mos prit mrekulli nga njerëzit, se ndoshta mund të zhgënjehesh. Me pak vedije do të zbulosh se ku duhet të vësh dorë në jetën tënde që të bëhesh akoma më e fortë. Sot mos e lodh veten duke u marrë me çdo imtësi, por shit tavllon e madhe. Pusho dhe mblidh forcat, se hëna e re ndoshta do të sjellë një dhuratë të madhe. Peshorja. Sot është dita për të vënë pikat mbi i në ndjenjat e tua të trazuara. Fol me dikë të besuar dhe do të lehtësohet shpirti si me magji. Por ama, mos kërko qiqra në hell sot. Mund të kesh dëshira të mëdha që mund të duken si male, por shi mirë, a të duhet vërtet apo i ke thjesht teka? Në dashuri mund të ketë pak mirgull, ndaj mos u nxito të thuash fjalë që nuk i kthen dot mbrapsht. Përdor mendjen e shëndosh dhe mos u gënje nga shkëlqimi i errënë. Hapini rrugën për gjëra të reja, por mbaj këmbët në tokë. Hëna e nesërme do të pastrojë rrugën nga njerëzit që të mbajnë peng. Sot thjesht merr frymë thellë dhe buzëqesh. Akrepi. Akrep i fuqishëm. Sot je fokusuar në gjithçka. Asgjë nuk të shpëton nga syri. Hëna po të bën të dihesh i lirë, por mos e bëj mizën buall, se mund të pendohesh. Nëse e tepron me analizat e tua të thella, do të të dhëmë koka dhe nuk do të marrësh asnjë vendim. Shuaje etjen për ndryshim me ndonjë bisedë të mirë, ose duke mësuar diçka të re, por mos jep premtime që si mban dot nesër. Sot gabimet vijnë nga mendjemadhësia, ndaj ule pak hundën. Qielli do të thotë të ngadalësosh pak hapin. Reflekto për punën që ke bërë deri tani dhe bëhu gati. Hëna e re do të jap një forcë që do të të merrojë armiqt dhe do të gëzojë miqt. Fuqia është brenda teje. Shigjetari. Sot ke nevojë të mbledhësh veten brenda kështjellës tënde dhe të kuptosh çfarë të dhëm vërtet. Do t'i kuptosh më mirë problemet e familjes apo të zemrës nëse rri pak në qetësi. Por kujdes, shigjetari mbar. Mos premto botën dhe mos thuaj fjalë të mëdha që të tjerët i marrin si ligj, se do mbetesh keq nesër. Mund të ndihesh pak i ndarë në dysh. Një herë do të bësh namin, një herë do të flesh gjumë. Mos u rrëmbe nga tekat e momentit, se ndoshta mund të bësh ndonjë llogari gabim. Ndaj yje të këshilloj, merre jetën me avazh, si ai që ngjit malin me ngadalë, që të mos i merret fryma. Hëna e re po të sjell lajme të mira, ndaj thjesht bëj durim. Bricjapi. Sot je kurioz si fëmijë dhe gjithçka të duket e lehtë për t'u arritur. E ke të lehtë të shprehësh çfarë kërkon, por pas dite hap syt katër. Detajet e vogla, ato që ti i urren, mund të prishin punë të madhe nëse i anashkalon. Mos u gënje nga premtimet e bukura të të tjerëve, se sot njerëzit flasin shumë dhe bëjnë pak. Përdore këtë energji për të menduar ndryshe, për të gjetur rrugë të reja suksesi, por mos vepro akoma. Mos lejo asnjë premtim të lëkund nga rruga jote e drejtë. Sot reflekto dhe rri rehat me familje, se nesër do të jetë dita jote për të pushtuar majat që ke ndërruar gjithë jetën. Puna jote do të shpërblehet. Ujori. Sot pasiguria po të vjen si mysafir, ndaj mos e nxirr jashtë por dëgjoje. Çfarë ka për të thënë? Luaj me ide.
Bëj plane në letër, por mos merr vendime përfundimtare se mund të gabosh. Sot është dita për të ndërtuar mbi atë që ke, jo për të shembur çdo gjë dhe për ta nisur nga e para. Kujdes pasdite se do të duket sikur mund t'i bësh të gjithë punët e botës vetë, por do të lënë fuqitë në mes të rrugës. Pyet e veten mirë para se të marrësh një përgjegjësi të re. Mos beso çdo gjë që dëgjon në kafe apo në rrjetet sociale. Merri lajmet pak me dyshim. Qielli po të thotë, prit edhe pak se shkëlqimi yt po vjen. Shenja e fundit, peshqit. Sot hëna është e jote dhe po bën festë në shenjën tënde. Ndihesh si zot i botës dhe do të bësh gjëra të mëdha. Por kujdes nga nxitimi, se ndoshta mund të thyesh ndonjë vazë që nuk ngjitet më. Mos shpenzo lek kot për gjëra që shkëlqejnë. Mos u hidh në dashuri me kokë, pa e ditur se sa i thellë është uji. Ka një rrezik të vogël për t'u bërë pak i pakujdesshëm, ndaj mbaj frenat sot. Edhe pse do të duhet të vi të bërtasësh nga gëzimi për një ide të re, prit edhe pak. Hëna e re në shenjën tënde nesër do të fshijë çdo mërzitje dhe do të hapë dyert e parajsës. Sot thjesht pastro shpirtin dhe bëhu gati.